Pas ndarjes së papritur nga jeta të këngëtarit të dashur Shpat Kasapi, bashkëshortja e tij ka folur për herë të parë publikisht, duke ndarë një vendim të vështirë që ka marrë për të ardhmen e saj dhe të djalit të tyre. Ajo ka treguar se do të largohet nga Shqipëria dhe do të nisë një jetë të re në Itali, së bashku me djalin, një vendim i diktuar nga rrethanat, dhimbja dhe nevoja për shpresë. Në rrëfimin e saj prekës, ajo ka zbuluar se ky udhëtim nuk ishte planifikuar pas vdekjes së Shpati, por ishte një vendim i marrë shumë më herët. Ajo kishte menduar që të shkonte në Itali bashkë me Shpat Kasapin për mjekimin e djalit të tyre, duke shpresuar se atje dhe të gjenin zgjidhje dhe mbështetje mjekësore më të specializuar për shëndetin e vogëlushit. Fatkeqësisht, jeta mori një kthes tragjike. Pas humbjes së Shpatit, ajo u përball me realitetin e hidhur se duhej ta bënte këtë rrugë vetme. Me forcë, por edhe me zemër të thyer, ajo u detyrua të nisej pa njeriu që kishte menduar ta kishte gjithmonë pranë në këtë betejë të vështirë si prindër. Ajo ka rrëfyer se çdo hap drejt Italisë ishte i mbushur me mall, dhimbje dhe mungesë. Ka pranuar se shpresa e saj më e madhe ishte që Shpati të ishte ende gjallë, të ishte pranë saj, ta mbante djalin për dore dhe ta përballonin së bashku këtë sfidë. Do të doja që Shpati të ishte me ne, është shprehur ajo me një ndjenjë të thellë mallëngjimi. Sot, ajo nis një kapitull të ri të jetës, jo sepse e ka zgjedhur me dëshirë, por sepse është e detyruar ta bëjë për të ardhmen e djalit të saj. Me kujtimin e Shpat Kasapit gjithmonë në zemër, ajo shpreson që larimin e Itali t'i japi djalit shëndet, siguri dhe një të ardhme më të mirë, ndërsa ajo vetë do të vazhdojë të jetojë me dhimbjen e mungesës, por edhe me forcën e një nëne që nuk dorëzohet.